të shteme pra si të nxisin zhvillimin moral të nxënësve. Para se ti përgjigjemi kësaj pyetje, se si ti nxisim zhvillimin moralin të nxënësve, ne duhet të përgjigjemi pyetjen që pse është e rëndësishme të zhvilloj moralin. Dikush mund të bëjë vërtet këtë pyetje që përse është e rëndësishme që të zhvilloj moralin. Zhvillimi moralit është i rëndësishëm jo vetëm për nxënësin, po për gjithë shoqërinë. Ja disa arsye kryesore pse duhet të nxisim moralin. Së pari është kur ne nxisim moralin, ne formojmë karakterin e nxënësit. Morali ndihmon nxënësit të ndërtojnë identitetin e tyre personal dhe të kuptojnë dallimin mes së drejtës dhe së gabuarës. Pa zhvillim moral, fëmijët rriten vetëm me rregulla të jashtme dhe pa reflektim të brendshëm. Së dyti, pse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin, është sepse është pjesë e jetesës në shoqëri. Morali është baza e bashkëjetesës paqësore në shoqëri. Nxënësit mësojnë të respektojnë të tjerët, të bashkëpunojnë dhe të marrin vendime që nuk dëmtojnë komunitetin. Pa moral, rregullat shihen si të detyruara, jo si pjesë e përgjegjësisë kolektive. Së treti, arsyeja e tretë sepse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin është përgatitja për sfidat e jetës. Të rinj përballen me dilema, kopjimi në provim, presioni i grupit, padrejësitë shoqërore. Zhvillimi i moralit i ndihmon të arsyetojnë dhe të marrin vendime të bazuara në parime, jo vetëm në frikë apo interes. Së katërti, pse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin, është sepse kjo nxit pra mendimin kritik. Morali i zhvilluar i lejon nxënësit të sfidojnë padrejësitë dhe të kërkojnë ndryshimin. Ata mësojnë të shohin përtej rregullave dhe të pyesin: a është kjo e drejtë? Kjo i bën qytetarët aktiv dhe të përgjegjshëm. Së pesti, për arsye e pestë pse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin, është se morali ndihmon nxënësit të kuptojnë se veprimet e tyre kanë pasoja për të tjerët. Ata mësojnë të marrin përgjegjësi për zgjedhjet e tyre dhe të veprojnë me ndershmëri. Dhe arsyeja e gjashtë se pse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin është se kur mësuesit nxisin moralin, ata kontribuojnë në formimin e një brezi që respekton drejtësinë, barazinë dhe dinjitetin njerëzor. Ky është themeli i një shoqërie demokratike dhe të qëndrueshme. Pra, shkurtimisht, pse është e rëndësishme të zhvillojmë moralin është sepse ndihmon nxënësit të bëhen individ me karakter të fortë. U mëson se si të jetojnë në harmoni me të tjerët. I përgatit për dilemat reale të jetës. I bën qytetar aktiv dhe të përgjegjshëm. Por zhvillimi i moralit është një proces i vazhdueshëm që ndikon në mënyrë se si fëmijët dhe të rinjt kuptojnë drejtësinë, rregullat dhe marrëdhëniet shoqërore. Ne sot do flasim pakës për psikologun amerikan, pra Lawrence Kohlberg, i cili ka lindur në 1927 në Bronxville të New Yorkut, që në fëmijëri tregoi interes për filozofinë dhe pyetjet mbi drejtësinë. Fillimisht studioi biologji, por më vonë u orientua drejt psikologjisë. U ndikua nga teoria e Jean Piaget mbi zhvillimin kognitiv dhe moral të njeriut. Në 1958 ai mbaroi doktoraturën në Universitetin e Chicagos. Dhe gjatë studimeve të doktoraturës filloi metodën e dilemave morale. Dilema më e famshme është dilema e Heinzit, pra, a duhet një burr të vjedh ilaçin për të shpëtuar jetën e gruas së tij? Burri re se nuk ka rëndësi vetëm vendimi, por arsyetimi pas vendimit.
E kështu në vitet 1960 deri 70, ai zhvilloi teori, publikoi rezultatet e studimeve dhe u ndau zhvillimi moral, zhvillim moral në 6 faza, të grupuar në 3 nivele. Theksoi se zhvillimi moral i një proces i ngjashëm me zhvillimi kognitiv, kalon nga forma të thjeshta drejt parimeve universale. Ai ishte pedagog i shtetit e Chicagos deri në 1970, po pastaj në 1970 deri në 1980 ai ishte pedagog në Universitetin e Harvardit. Dhe atje theksoi rëndësinë e edukimit në shkolla, ndikimin e mësuesve në formimin e karakterit. Teoria e tij u përdor gjerësisht në psikologji, edukim dhe filozofi, dhe në 1987 ai vdiq pra në moshë 59 vjeçare. La pas një trashëgimi të fuqishme në fushën e edukimit moral dhe psikologjisë zhvillimore. Qëllimi i këtij seminari sotme është që mësuesit të kuptojnë se nxënësit nuk zhvillohen automatikisht, moralisht, me kalimin e moshës, por ka nevojë për mjedise që i nxisin të reflektojnë dhe të diskutojnë dilema. Këto janë 6 fazat e moralit sipas Kohlbergut. Faza e parë është shmangja e ndëshkimit. Përshkruhet në këtë mënyrë. Në këtë fazë fëmijët e shohin sjelljen e mirë si shmangje të ndëshkimit. Autoriteti është absolut dhe morali lidhet me frikën nga pasojat. Për ta ilustruar këtë fazë, mund të themi një histori të shkurtër. Një nxënës 7 vjeçar nuk kopjon në provim, jo sepse e kupton se është e padrejtë, por sepse ka frikë se mësuesi do ta kap dhe do ta ndëshkojë. Por një udhëzim praktik të shkurtër për mësuesit është që vendosni rregulla të qarta. Shpjegoni pasojat e sjelljes, por mos u mbështesni vetëm te ndëshkimi. Përdorni shembuj vizual. Për shembull, tabela me sjellje të mira dhe shpërblime. Por gjithashtu përdorni edhe dilemat, që janë shumë të rëndësishme. Për shembull, një nxënës shet shokun e tij duke thyer një rregull në klasë, nëse e tregon, shoku do të ndëshkohet. Nëse nuk e tregon, mësuesi nuk do ta zbulojë kurrë. Atëherë ngrihet një pyetje për diskutim. A është e drejtë të tregosh vetëm për të shmangur ndëshkimin? Çfarë ndodh kur dikush nuk kapet? Gjithashtu dhe duhet të paraqesim dhe raste të ndryshme studimi. Një fëmijë nuk merr pjesë në lojë sepse ka frikë se do të bjerë dhe do të qortohet. Diskutoni si frika dhe nga ndëshkimi ndikon në zgjedhjet e tyre. Pra dilemat dhe rastet e studimit, diskutimet janë shumë të rëndësishme për të nxitur zhvillimin e moralit nga faza në fazë. Kjo është faza e parë e nivelit të hershëm. Çdo nivel pra ka 3 nivele sipas Kohlbergut dhe çdo nivel ka 2 faza, dhe faza e dytë e nivelit të hershëm është flet për ose më shmak për ta shpjeguar në këtë mënyrë është kështu, për ta përshkruar. Fëmijët veprojnë për përfitim personal. Pra, morali i shihet si shkëmbim. Unë bëj këtë, ti më jep atë. Dhe për ta ilustruar këtë fazë të dytë të moralit, pra interesi vetjak ose përfitim personal, pra një nxënës 9 vjeçar ndihmon shokun e klasës vetëm sepse pret që ai t'i jap një stilolaps më vonë. Pra pret një shpërblim. Ose po për mësuesit një udhëzim praktik të shkurtër mund të japim është që nxjisni bashkëpunimin, duke treguar se ndihma nuk është vetëm për shpërblim apo për përfitim personal. Përdorni lojra ku nxënësit fitojnë ku punojnë së bashku, jo vetëm individualisht. Diskutoni shembuj. A është e drejtë të ndihmosh vetëm kur fiton diçka personalisht? Nxjisni dilema, paraqisni dilema të ndryshme.
Për shembull, një nxënës ndihmon shokun të mbledh fletët e provimit, por vetëm sepse shoku i premton se do t'i jap një lodër. Pyetje për diskutim. A është ndihma e vërtet kur bëhet vetëm për shpërblim? Si do të dihesh nëse shoku nuk e mban premtimin? Paraqisni një rast studimi. Në klasë, një nxënës pranon të pastroj tabelën vetëm nëse merr një yll shpërblimi. Diskutoni. Pse motivimi shpesh lidhet me përfitimin personal? Pra dilema dhe paraqitjet e rastit të studimit nxisin pra fëmijët, nxënësit, që të kalojnë nga fazë në fazë, që të reflektojnë, unë jam në këtë fazë, duhet të rritem, zhvillohem në një fazë tjetër një fazë tjetër që quhet niveli shoqëror. Dhe është faza e tretë, që është marrëdhënia ndërpersonale. Kjo fazë e tretë përshkruhet në këtë mënyrë. Nxënësit fillojnë të kuptojnë rëndësinë e marrëdhënieve dhe reputacionit. Sjellja e mirë është ajo që kënaq të tjerët. Për ta ilustruar këtë fazë, mund të themi për një rast, një adoleshent 13 vjeçar sillet mirë në klasë sepse dëshiron të duket i sjellshëm para miqve dhe mësuesve. Çfarë mund të bëjnë mësuesit? Zgjisni diskutim mbi miqësinë dhe respektin. Përdorni role play. Si të ndihesh nëse shoku yt të tradhton? Si do të ndiheshe? Vlerësoni sjellje që tregojnë kujdes për të tjerët, jo vetëm bindjen dhe rregullave. Paraqisni dilema. Si për shembull, një nxënës sheh shokun e tij duke kopjuar. Nëse tregon, shoku do të zemërohet. Nëse nuk tregon, do të duket si shok i mirë. Tani ngrej një pyetje, a është e rëndësishme të ruash miqësinë apo të jesh i ndershëm? Si ndikon reputacioni në zgjedhjet tona? Paraqisni raste të studimit. Një adoleshent sillet mirë, vetëm kur prindërit ose mësuesit e shohin për të ruajtur imazhin e tij. Diskutoni pse sjellja shpesh lidhet me pritshmëritë e të tjerëve. Dilema, raste studimi, pyetje, diskutimi, këto janë nxitje, këto janë mjedisi që nxisin në zhvillimin e moralit tek nxënësit. Faza tjetër është faza e 4 te niveli pra shoqëror. Rendi shoqëror tu që është ruajtja e rendit shoqëror. Tu ne mund ta përshkruajmë këtë fazë në këtë mënyrë shkurtimisht, pra nxënësit e shohin ligjin dhe autoritetin si të domosdoshëm për rendin shoqëror. Morali lidhet me respektimin e rregullave për të ruajtur shoqërinë. Për shembull, një nxënës 15 vjeçar nuk kopjon në provime sepse sheh si shkelje të rregullave që dëmton gjithë sistemin e shkollës. Dhe ky është një ilustrim shumë i bukur të kësaj faze. Udhëzimi për mësuesit është të diskutoni pse rregullat janë të rëndësishme për komunitetin. Organizoni debate me tema si a duhet të ndëshkohet dikush që thyen ligjin për një arsye të mirë? Nxisni përgjegjësi kolektive, projekte ku klasa vendos rregulla vet. Paraqisni dilema. Një nxënës mendon se është e padrejtë që një shok të ndëshkohet për vonesë, por e pranon sepse kështu janë rregullat e shkollës. Atëherë bëj pyetjen, a duhet ndjekur ligji edhe kur duket i padrejtë? Çfarë ndodh me shoqërinë nëse secili thyen rregulla sipas dëshirës? Paraqisni rast studimi. Në klasë, nxënësit vendosin të mos lejojnë askënd të përdorë telefonin gjatë mësimit. Diskutoni pse rregullat ndikmojnë në ruajtjen e rendit, në ruajtjen e klasës si fillim, në ruajtjen e shkollës, në ruajtjen e rendit shoqëror. Tani ne do shkojmë te niveli i tretë, më i lartë i zhvillimit të moralit sipas Kohlbergut. Dhe niveli i tretë është niveli i parimeve, i ndërgjegjës. Dhe janë faza 5 dhe faza e 6.
Faza e 5 përshkruhet në këtë mënyrë që titullohet pra kontrata sociale. Faza e 5 përshkruhet në këtë mënyrë: nxënësit kuptojnë se ligjet janë marrëveshje që mund të ndryshohen për të mirën e përgjithshme. Drejtësia shihet si fleksibël. Për ta ilustruar këtë fazë, mund të themi që një nxënës 17 vjeçar mendon se ligji që ndalon protestat e nxënësve është i padrejtë dhe duhet ndryshuar për të mbrojtur të drejtën e shprehjes. Udhëzim për mësuesit për këtë fazë është që të nxisin debate mbi ligjet dhe të drejtat e njeriut. Përdorni dilema morale. A është e drejtë të thyesh ligjin për të mbrojtur dikë? Inkurajoni nxënësit të propozojnë ndryshime në rregulloren e shkollës. Paraqisni dilema. Për shembull, ligji i shkollës thotë se nxënësit nuk mund të organizojnë protesta, për shembull. Atëherë, një grup nxënësish beson se ky ligj është i padrejtë dhe vendos të protestojë për të drejtat e tyre. Atëherë, ngrin një pyetje për diskutim. A është e drejtë të thyesh një ligj për të mirën e përgjithshme? Kur duhet të ndryshohen rregullat? Dhe fillon diskutimi, paraqisni dilemat, dhe këto dilemat nxisin për zhvillimin e moralit. Gjithashtu paraqisni raste studimi. Nxënësit propozojnë që rregulli detyrueshëm për uniformën të ndryshohet, sepse nuk i lejon të shprehin individualitetin. Diskutoni si ligjet mund të përshtaten me nevojat e shoqërisë. Nxisni dilema, paraqisni dilema, nxisni diskutime, paraqisni raste studimi. Në këtë mënyrë zhvilloni moralin e nxënësit nga faza në fazë. Dhe faza e 6 dhe e fundit pra është parimet universale. Këtë mund ta përshkruajmë në këtë mënyrë: morali udhëhiqet nga parimet universale si drejtësia, barazia, respekti, dashuria për dinjitetin njerëzor. Kjo fazë është e rrallë dhe kërkon reflektim të thellë. Një përshkrim ne mund të bëjmë për këtë fazë është që një nxënës 18 vjeçar vendos të mbrojë një shok të klasës që diskriminohet, edhe pse kjo mund t'i sjellë probleme me autoritetin. Dhe ky është ai pra që ka fazën e 6 pra zhvillimin të lartë të moralit. Gjithashtu se që ecën në bazë parimeve, në bazë të parimeve universale pra. Por udhëzimi për mësuesit është që nxisin reflektim filozofik, diskutime mbi drejtësinë universale, përdorni histori nga jeta reale, aktivista, figura historike, inkurajoni nxënësit të veprojnë sipas parimeve, edhe kur është e vështirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që kjo është maja më e lartë, zhvillimi më i lartë, kjo është ajo qëllimi që ne duhet të arrijmë, që të nxënësit të kenë për të arrijnë të fazën e 6 që të ecë sipas parimeve, sipas drejtësisë, barazisë, sipas parimeve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po kjo bëhet duke nxitur dilema, siç kemi thënë pra, dilema për shembull një nxënës mbron shokun e klasës që diskriminohet, edhe sepse kjo mund t'i sjellë probleme me mësuesin. Por këtu ngrihet një pyetje për diskutim. A duhet të veprojmë sipas parimeve universale edhe kur është e vështirë? Cilat janë parimet që nuk duhen shkelur kurrë? Sipas Kohlbergut, parimet që nuk duhet shkelur kurrë është standardi i dashurisë, standardi i jetës, që ti kur nuk ja merr jetën tjetrit, qoftë dhe armiku yt. Ti kur nuk ja merr jetën tjetrit, ti kur nuk vendos pa ta marrësh jetën të vrasësh tjetrin. Në këtë pikë, por duhet ta duash tjetrin si vetvetja. Ky është standardi më i lartë sipas Kohlbergut, zhvillimit të moralit të që njeriu duhet ta ketë. Ky është ajo pikësynimi, objektivi ynë, qëllimi ynë si mësues që sa më shumë njerëz nxënës të kemi që jetojnë nëpërmjet sipas parimeve universale. Pa gjithashtu paraqisni raste studimi,
Një nxënës refuzon të marrë pjesë në një lojë kur dikush përjashtohet, sepse beson se barazia është më e rëndësishme se argëtimi. Diskutoni pse parimet universale shpesh kërkojnë sakrifica. Pra dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është faza që ne këtë duam ne, këta njerëz duam ne, që ecim me parime, jo në bazë të ligjeve, të rregullave që ato janë shumë të mira, por nganjëherë ato ligjet mund të shkelin parimet kryesore të njerëzimit. Dhe prandaj duhet të shkojmë për te kësaj. Dhe pra fazën e 6 pra parimit universale, që njerëzit të ecin sipas normave, pas parimeve, sipas ndërgjegjes, dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por një pyetje që pa ndoshta juve ka lindur tani, është pse është e rëndësishme teoria e Kohlbergut për mësuesit. Për ta bërë më praktike në këtë pikë, është së pari pra është e rëndësishme sepse mësuesit kuptojnë nivelin e mendimit moral pra. Mësuesit kuptojnë se nxënësit nuk e shohin moralin njësoj në çdo moshë. Një fëmijë 8 vjeçar mund të ndjekë rregullat vetëm nga frika e ndëshkimit, ndërsa një adoleshent 16 vjeçar mund të sfidojë ligjet duke u bazuar në parimet universale. Kjo i ndihmon mësuesit të përshtatin mënyrën e shpjegimit dhe diskutimit sipas moshës ose sipas nivelit pra të moralit, sipas fazave të moralit që nxënësit mund të jetë. Gjithashtu, të dimë teorinë e Kohlbergut dhe fazat e moralit sipas Kohlbergut na ndihmon në menaxhimin e klasës. Teoria tregon pse disa nxënës e shohin rregullin si absolut, ndërsa të tjerë e sfidojnë. Mësuesit mund të dallojnë nëse një nxënës thye rregullin për përfitim personal, interes vetjak, që është faza e dytë, apo sepse beson se rregulli është i padrejtë, që është faza e 5 e zhvillimit të moralit. Kjo i ndihmon të zgjedhin strategji disiplinore më të drejta dhe efektive. Prandaj është e rëndësishme që teoria e Kohlbergut në zhvillimin e moralit të nxënësve. Gjithashtu e treta është të edukon karakterin. Mësuesit nuk janë vetëm transmetues të dijes, ne dim këtë gjë apo jo, por edhe formues të karakterit. Duke përdorur dilema morale, ata mund të nxisin nxënësit të reflektojnë mbi drejtësinë, dëshmërinë dhe barazinë. Teoria e Kohlbergut ofron një strukturë të qartë për të zhvilluar programe edukimi morali. Pse është e rëndësishme teoria e Kohlbergut për mësuesit është sepse nxit mendim kritik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nxënësit më të rritur, pra 15 deri 18 vjeç, që supozohet që do të kenë nivelin e parimeve, do të jenë niveli parimeve, do mund të jetë në fazat 5 dhe 6 të zhvillimit të moralit. Mund të mësohen të debatojnë mbi ligjet edhe parimet universale. Kjo i përgatit për jetën si qytetar aktiv, të aftë të kuptojnë dhe të sfidojnë padrejtësitë. Mësuesit mund të përdorin dilema si a është e drejtë të thyesh ligjin për të shpëtuar një jetë, për të nxitur reflektim. Ne kemi shembull këtu në fakt për këtë që në historinë tonë shqiptarë për shembull mbrojtën e hebrejt. Mbrojtën e hebrejt dhe për të shpëtuar pra një jetë njerëzish. Ata nuk pyetën nga ishin, çfarë feje kishin, e gjithçka, po i mbrojtën sepse kishin parimet besa, lidhja e besës, pra ecën sipas parimit, sipas parimeve universale, ku japin besën, ku miku vjen në shtëpinë tonë e mbrojnë, e gjithçka, dhe ku ecën pas parimit bën në fazën e zhvilluar të moralit, të pjekur të moralit, më të lartën të mundshme. Kanë nxitim, kanë mendim kritik ndaj ligjit e gjithçka. Gjithashtu është diferencimi i mësimdhënies, ku ti e di pra shumë mirë teorinë e Kohlbergut, atëre ti i di pra ti bën diferencimin e mësimdhënies. Jo gjithë nxënësit zhvillohen njësoj. Teoria i ndihmon njerëzit, mësuesit në këtë radhë, pra i ndihmon mësuesit të kuptojnë pse disa nxënës mbeten në fazat e hershme të ndëshkimit dhe shpërblimit, ndërsa të tjerë arrin faza më të avancuara.
Kjo lejon të personalizojnë mësimdhënien dhe të japin mbështetje sipas nevojës. Dhe së fundi, pse është e rëndësishme teoria e Kohlbergut për mësuesit, është se përgatit nxënësit për jetën shoqërore. Shkolla nuk është vetëm vend për dije, por edhe për socializim. Teoria e Kohlbergut i ndihmon mësuesit të kuptojnë se si nxënësit mësojnë të bashkëjetojnë, të respektojnë rregullat dhe zhvillojnë ndjenjën e drejtësisë. Kjo është thelbësore për të formuar qytetarët e përgjegjshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, si përfundim, teoria e Kohlbergut është e rëndësishme për mësuesit sepse u jep një kuadër të qartë për të kuptuar zhvillim moral sipas moshës, ndihmon në menaxhimin e klasës dhe edukimin e karakterit, nxit mendimin kritik dhe përgatit nxënësit për jetën shoqërore. Në praktik, kjo teori lejon mësuesit të shohin përtej sjelljes së jashtme dhe të kuptojnë arsyetimin moral që e udhëheq ata. Ky seminar sot, tregon se zhvillimi moral sipas Kohlbergut është një proces i ndërlikuar ku nxënësit kalojnë nga frika e ndërshkimit te parimet universale të drejtësisë, të barazisë, të respektit të dinjitetit njerëzor dhe të dashurisë, që janë standardet më të larta të njerëzimit. Mësuesit kanë rol kyç në nxitjen e këtij zhvillimi, duke krijuar mjedise ku nxënësit mund të reflektojnë, të diskutojnë dhe të përballen me dilema e moralit. Në praktik, kjo do të thotë të kuptojnë se nxënësit e moshave të ndryshme janë në faza të ndryshme, të përdorin histori, role play dhe debate për të nxjerrur mendimin moral, të inkurajojnë nxënësit të shohin përtej rregullave dhe të reflektojnë mbi drejtësinë dhe barazinë. Dilemat dhe raste studimore janë mjetet më të fuqishme për mësuesit që duan të nxisin zhvillimin moral. Ato i ndihmojnë nxënësit të reflektojnë, të diskutojnë dhe të kuptojnë se morali nuk është thjesht ndjekja e rregullave, por një proces i vazhdueshëm i arsyetimit dhe i zgjedhjes. Qëllimi është që nxënësit të arrijnë nivelin më të lartë të moralit, që i të jetojnë me ndërgjegje dhe sipas parimeve. Për shembull, që parimet të mëdha kryesore të jetës janë duaj tjetrin si vetvetëja, madje duaje dhe armikun tënd. Dhe ky është niveli më i lartë i moralit, që shkon përtej normave shoqërore, që kërkon parimet universale dashurie. Sa më shumë nxënës të ecin sipas dashurisë në jetën e tyre, sipas standardit më të lartë të moralit, të ndërgjegjes shoqërore dhe individuale, aq më të mirë do kemi shqiptarinë.